Unë po e di që kompania po punon. Por pamjet nga kontenierët nuk janë të mira sërish, drejtar. Do duket edhe mungesë përvoje tash atyre punëtorëve që i pastrojnë. Vazhdimisht më vijnë video nga edhe pasi që është intervenuar, kam beturina që mbesin anash. Duket sikur punëtorët e kompanisë pastrimi ja patën marrë dorën më shumë. Pastrimit të ambienteve për skaj. Kam një përgjigje tjetër. Këto dy kompani, thënë të drejtën, janë angazhuar dhe ka qenë menduar të angazhohen për ta ndihmuar ndërmarrjen pastrimi. Do thotë kur ne kemi shpall një procedurë tenderin në shkurt të vitit 2025, kemi pasur këtë procedurë paraprakisht si pasojë një shpallje të gjendjes emergjente për shkak të përkeqësimit të gjendjes të shkaktuar nga ndërmarrja e pastrimit. Dhe në atë kohë është shku në kapacitetet që i kemi kërku përmes procedurës së tenderimit, jo për të kriju mbulueshmëri të 100% në këtë territorin e Prishtinës, por për të asistuar ndërmarrjes pastrimit dhe për ta dhënë kontributin që bashkërisht me ndërmarrjen pastrimi ta kemi Prishtinën e pastër. Fatkeqësisht është që tani akoma ndërmarrja e pastrimi nuk i është kthy punës, fatkeqësisht ndërmarrja e pastrimi nuk ka filluar ekzekutimin edhe të asaj kontratës prej 1.5 milionëve të cilën e kemi nënshkruar, që po pret vetëm për të filluar ekzekutimin nga ndërmarrja e pastrimit. Fatkeqësisht kanë qenë pikërisht këto hapësira edhe për rreth kontinierëve, po natyrisht edhe hapësirat publike të cilat janë mbuluara prej mbeturinave sipërfaqësore, pjesë e asaj kontrate ku do duhet të intervenonte ndërmarrja e pastrimit. Dhe ne tani jemi në mes të dy çështjeve. Një, atë kërkojmë nga kompanitë private që të arrisin mekanizmin për të pas një mbulueshmëri të 100% dhe për të arritur efikasitetin e grumbullimit mbeturinave në kohë, apo t'i japim edhe pak kohë ndërmarrjes pastrimi me shpresë që do i kthehet punës për cilën edhe është e thirrur dhe për cilën edhe është zgatuar para qytetarëve, dhe që pastaj